Dëmet e keqtrajtimit të prindërve. Keqtrajtimi i prindërve ka dy dënime. 1. Në dynja dhe 2. Në ahiret. Në dynja, keqtrajtimi i prindërve mund të ndikojë në: i pakësohet furnizimi, nuk i ngriten punët në ditën e enjte dhe të hënë, nuk i hapen dyert e qiellit për punët e tij. Allahu e urren atë person. Friksohemi se mund të vdes me vdekje të keqe. E mallkon Allahu me laikët dhe besimtarët. Nuk i pranohen lutjet. Shpejtimi i dënimit në dynja, edhe pse diçka ruhet për ditën e Kiametit, e keqtrajtojnë fëmijët dhe nipërit. Allahu thotë në Kuranin famëllart: ne, njeriu ne kemi urdhëruar për sjellje të mira ndaj prindit të vet, sepse nëna e vet atë e barti me mund pas mundi, dhe pas 2 viteve ja ndau gjinin. E porositëm të jesh mirënjohës ndaj meje dhe ndaj 2 prindërve të tu, pse vetëm tek unë është kthimi juaj. Surja Luqman 14. Në ahiret, dëmet për keqtrajtimin e prindërve janë edhe më të dhimbshme për njeriu. Nuk hyn në xhenet nëse është prej besimtarëve me grupin e parë që hyn. Nuk e shikon Allahu edhe nëse futet në xhenet. Ja disa nga format të keqtrajtimit të prindërve: sharja e tyre, mallkimi i tyre, distancimi nga prindrit, dhënia përparësi shokut para babait dhe gruas para nënës, gënjeshtra mbi ata, përgojimi i tyre, mendje madhësia ndaj tyre, të bërit të qajnë, mos nënshtrimi ndaj tyre. Allahu thotë në Kuran: deshëm që Zoti i tyre t'u jap në vend të tij një më të mirë se ai dhe më të afërt në respekt dhe në mëshirë ndaj prindërve. Surja Kehf 81. Ja disa shkaqe të mos respektimit të prindërve: mosnjohja e rëndësisë dhe vlerës së tyre, dhënia përparësi disa fëmijëve ndaj disave, neglizhenca në shpenzim ndaj fëmijëve sa kanë qenë të vegjël, mangësia në të drejtën e nënës dhe animin e njërën nga gratë në dëm të tjetrës, shoqëria e keqe. Në një tjetër ajet kuranor, Zoti i gjithësisë na urdhëron: Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhuroni tjetër pos tij, që të silleni në mënyrë bamirëse ndaj prindërve. Nëse njërin prej tyre ose që të dy i ka kapur pleqëria pranë kujdesit tënd, atëherë mos u thuaj atyre as of, e as mos u bëj vrasht ndaj tyre, po atyre thuaju fjalë të mira, të buta, respektuese. Surja Isra 23. E lutim Allahun e madhëruar që të na falë ne edhe prindrit tanë, na bëj prej atyre të cilët i duam dhe i respektojmë prindrit. Amin.